Aksioni për rënimin e mureve filloi në verë të vitit 1989, në përcjelljen e forcave policore speciale dhe me mjete teknike të rënda si eskavator e tjerë. Organet e pushtetit u bën apel shqiptarëve vullnetarisht të rënojnë muret e borëve të shtëpive. Ky aksion kategorikisht u kundërshtua në të gjitha trevat ku jetojnë popullata shqiptare, me përjashtim të disa aktivistëve dhe pushtetarëve partijak shqiptar, që ishin në shërbim dhe lojal ndaj organeve shtetërore. Forcat e mëdha policore e pajisje të rënda teknike herët në mëngjes ishin nisur deri fshati Slupçan. Banorët e këtij fshati, për ta penguar depërtimin e policisë speciale, formuan barrikada në udhkryqin që lidh fshatin Slupçan me fshatrat tjerë të kësaj komune. Forcat policore speciale me dhunë tentuan të largonin barrikadën e formuar si mur i gjallë nga trupat e banorëve të këtij fshati, me gjithë paralajmërimet dhe ultimatumet e policisë se dhuna do të ushtrohej mbi ta, po që se nuk shmangishin nga rruga. Kjo nuk u përfill nga të barrikaduarit. Pas këtij ultimatumi, masës së barrikaduar ju drejtua kryetari i Lidhjes Socialiste për komunën e Kumanovës, Hulusi Hajrullahu, që sapo zbriti nga makina zyrtare, gjithnjë në përcjellje policore, tha: "Dëgjoni burrat të fshatit Slupçan, mos bëni shaka me fatin tuaj dhe fëmijëve tuaj, mos e pengoni aksionin, hiqnu nga rruga sa më parë, mos e bini punën t'u shkelin si minj." Ende pa përfunduar diskutimi i tij, në shenjë revolte e pakënaqësie, nisën reagimet e masës së tubuar me fishkëllima, zhurma, sharje e fjalë ofenduese. Masa e provokuar dhe e revoltuar nga fjalët e ofenduesi u vërsul drejt tij. Në këtë rast, policia vuri në mbrojtje Hulusin dhe nisi sulmin kundër masës së pambrojtur me shufra gome. Për fat të mirë, për skaj rrugës, si me porosi, kishte kopshte të mbjella me domate të lidhura në hujdruri. Revoltuesit u futën në kopshte, i kapën hujt e domateve për t'i vënë në përdorim si armë, mbrojtje dhe sulmi kundër policisë. Policët u zbrapsën kur panë se do të pësojnë nga rrëmuja e kryuar, por lishuan qend e stërvitur mbi fshatarët që po mbrojshin e po sulmonin me hujnë domatesh. Kjo rezistencë aktive, sado e vogël në dukje, e ka peshën e vet të madhe, sepse u bëri me dije autoriteteve shtetërore se dhuna dhe represioni nuk i shmang shqiptarët nga rruga për mbrojtjen e dinjiteshme të moralit kombëtar. Në mesin shqiptarëve, ajo edhe më tepër e forcoi binjen se pozita e tyre nuk ndryshohet me pallavra, pa unitet e pa rezistencë aktive dhe jo në mënyrë parciale dhe kontemplative.